Sot do të dëshmoj për premtimet e mëdha që Perëndia më ka bërë dhe që I ka përmbushur. Kur e njoha për herë të parë kishën e Perëndisë, Perëndia më bëri një premtim shumë të madh. Ai më tha se do të kaloja në shkencën mjekësore, se nuk duhet të shqetësohesha, sepse ai do të kryente një shërim të madh në mes të jetës time. Isha atëre që me kalimin e kohës ata zbuluan se kisha kancer të mitrës në fazën e 3, unë tashmë kisha metastaza në nyjet limfatike, në pothuajse 20 nyje limfatike. Mjekët më thanë se duhet I nënshtrohesha një operacioni tetorësh, I cili u zgjat në pothuajse 12 orë, dhe isha atëherë që Perëndia filloi të lutej dhe në mes të asaj sëmundje. Dhe më kujtoi që një ditë më parë Zoti më dha një përvojë para operacionit ku nderova për motë Maria Luisën, që ajo më vizitoi në shtëpinë time, muri duart mbi mua dhe ul në dhomën time të ndenjes dhe më tha të mos shqetësohesha, se gjithçka do të shkonte mirë, se Zoti tashmë më kishte shëruar. Dhe ndërsa po kaloja në për operacion, Zoti më dha përvoja gjatë atij operacioni, ku pash një ushtar në fund të asaj tavoline e operacionit. Dhe gjithashtu filloi të më jepte pas atij operacioni përvoja ëndra shumë të bukura, gjithashtu me moto Maria Luisën. Më kujtohet që pata një përvojë me një kal shumë të madh, të bardhë, që më mbulonte dhe më mbronte, dhe mjekët më thanë se kanceri ishte përhapur në paëndesitin tim, se duhet I nënshtrohesha disa orësh në rryerje kirurgjikale, sepse operacioni ishte pak I komplikuar dhe më duhet të kaloja nëpër 27 seanca kimioterapie dhe rrezatimi. Dhe nuk është sekret se në vendin tonë procesi I autorizimeve është pak I ngadalë. Dhe për shkak të kësaj vonese, mjekët duhet I përsërisnin përsëri testet me shënjues tumori dhe kështu Zoti më shëroi, sepse të gjitha rezultatet treguan se isha plotësisht e shëndetshme dhe nuk kisha asnjë gjurmë të kancerit që kishin zbuluar, dhe unë e dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Atit tim qiellor. Në profecitë më parshme, Zoti më thoshte se duhet të shkoja te mjekët pasi do më kryeni disa analiza, dhe ashtu ndodhi, por s'më dilte asgjë. Pa pritmë asnjë ditë ndjeva një dhimbje në qafë dhe më pas në krah. Shkova sërish tek mjeku dhe rezultoi se në pjesën e qafës, në një nga disqet e qafës, C5 dhe C6 kishte dal nga vendi dhe shtypte nervin. Dhe ndjeja dhimbje, dhe gjithashtu marrje mendsh. Në një ditë adhurimi ndaj Zotit më vendosën duart. Dua të theksoj këtu se mjeku më kishte thënë se duhet të më operonin, por unë nuk kisha marrë ende vendim dhe mendoja me vete se duhet të lutesha e t'i kërkoja Perëndisë shërim. Por armiku vendoste shumë dyshime në mua. Unë ju luta shumë Perëndisë dhe fal Zotit, tani më jam e shëruar. Nuk qem e një nevojshme të më operonin. Dhimbja e qafës u hoq, gjithashtu dhimbja në krah dhe mpirja e 2 gishtave të dorës. Dhe tani mund të ngre dhe pesha. Jo shumë, por mundem më shumë se më parë. Dhe për këtë jap nderim Atit tim qiellor, pasi nëpërmjet vendosjes së duarve, Zoti bëri këtë vepër në mua. Më shëroi, më ka bekuar mua dhe familjarët e mi dhe këtë e dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Atit tim qiellor.